Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve ka marrë vendimin për të hapur kutitë e fletëve të votimit në qarkun Tiranë. Konkretisht, do rinumërohen 1282 qendra votimi në të gjithë qarkun për partitë dhe kandidatët. KAS me shumicë votash rrëzoi kërkesën e koalicionit PD-SHM për kthyrjen e kutive të fletëve të votimit për qarkun, por ishin dy anëtarët e KAS që kërkuan rinumërimin e votave në të gjithë qarkun, kërkesë e cila u aprovua. Në lidhje me kërkesën për provë për kthyrjen e kutive të fletëve të votimit për qarkun Tiranë, KAS me shumicë votash e rrëzon të kërkesën kimore, por me kërkesë të dy anëtarëve të KAS-it do të bëhet kthyrja e kutive të fletëve të votimit për qarkun Tiranë. Duke qenë se ky proces merr kohë për organizimin e logjistikës, duke qenë se janë mbi 1200 qendra votimi, data për fillimin e këtij procesi do të përcaktohet në një moment tjetër, ku partitë politike kanë drejtën për të caktuar vëzhgues, ndërkohë që procesi do të kthyer nga ana e administratës KQZ-s. Kështu që kjo seancë përsa i përket qarkut Tiranës do të pezullohet për momentin. Për shkak të kohës që duhet për organizimin e logjistikës, data e fillimit të procesit të rinumërimit do të caktohet në një moment të dytë, njofton KAS.